Mirë më ngjes, Doki më i miri. Ju faleminderit, kam kënaqësinë të jem këtu. Profesor Dugaxhin Binishi, i cili jeton dhe vepron në USA. Pse për dok këtë njerëz më të mirë për na lëni vetëm këtu. Jetima për na lëni. Po nuk jemi të lënë vetëm se na gjithmonë e kemi zemrën këtu. Unë e di se gjithmonë kur ka nevojë ju jeni këtu më shpejt se aeroplani, domethënë, zimë shka vin ka shpejt o zot. Po, për neve të Amerikës edhe këtë gjithë shqiptarë që kanë qenë në botën perëndimore e keni pa në momentet kyçe kemi kontribu me mjete materiale e kur ka pas nevoja kur është shfaq dashma ke marrë si dasmor. Po normal, me vallzu. Me vallzu, po veç tash është bën një moto e mirë, me vallzu, me zemër, jo me arma, atëherë ata dasmort me arma, ata ka qenë jo me në kohën tonë. Aty keni drejt. Ma të vështirën. Pra thash më herët që si specialist i anesteziologjisë, veteran dhe invalid i luftës, 90% invalid. Po, se 2 herë kom qenë për 10%. Po klasifikimin vërtet është shumë më i madh se i merr në bazë të lëndimeve. Unë jam lëndu 2 herë, një herë jam lëndu në kom prej granatës 60 mm-she. Kom qenë rehabilitim një 4-5 muaj, po 4-5 muaj i rehabilitimit ka qenë faktikisht në spital. Po. Se punën e kom anesteziolog për diferencë prej kirurgëve nuk duhet me najtë në kohë, më ullë, më bo, më kry, senet edhe edhe pse ashtu prap ke vazhdu me punu? Po, kam qenë 4 kilometra prej frontit, nuk kom qenë me bashkëluftarët me cilë kom luftu, mandej mas 2 viteve prap e kom pas një fatkeqësi, kom qenë 60% i djegën, për të në 21, kom pas 5 autotransplantimet, shansat me gjallë janë 11-13 milion, mirë po kom qenë në spitalin tim, spitalin universitar të Zagrebit, kom qenë kom qenë mjekim intenziv, aty lindë edhe ajo dashuria, pas që kom pas për para është edhe personale që minimu njerëzve tjerë, se është ndryshe kur je i sëmur, e ndryshe kur je veç mjek. Rritet dëshira për humanizëm e për njerëzime, për jetën që në ardhen kafe, do ka pshe, këtu kemi këtë live, tim kafe, nuk kemi këtu si në emision të Hektori, që të gudzon kërkush me livrit atë. Jo faleminderit. Doki, e thash që përveç veteran i luftës në Kroaci, veteran edhe i luftës dhe pjesëtar i batalionit Atlantiku, edhe në Kosovë, një batalion i cili është për gjitha lavdatat. Po është se duhet mi kuptu që shumica e njerëzve cilët kanë ardhë me batalionin, kanë pas familje, kanë pas punë, kanë pas biznise, asë njeni për tyne nuk e ka lajt. Numri i atyre që kanë dashur me ardhë ka qenë shumë më i madh se sa që kemi ardhë, mirë po edhe udhëheqja edhe organizatorët edhe njerëz kanë më tepër ka qenë propagandë se si që dini ushtar ka pas vullnetshëm për me luftu për gjitha vendeve. Mirë po ajo që e bën është ajo vetë dëshira, organizimi që ka thënë Slobodan Miloševići na metën dormenët edhe suprat e New Yorkut. Edhe pse ka pas një numër të madh intelektualëve që kanë qenë mrapa, ka pas numër të njerëzve që kanë dhënë kontributën të holla, kështu që i falenderoj të gjithë. Të gjithë së bashku për një liri të cilën na e gëzojmë sot edhe të cilën edhe fëmijët tonë e gëzojnë, po ma herë thash afër 2 milion euro ju jap në Kuvendin e Republikës Kosovës, të cilët nuk kanë marrë asnjë vendim. Na vran pak as kjo. Politikantë që s'kan ka mujnë më bo bashkë, më marrë vesh në mes veti. Po politikantë si mas definicionit e kanë për detyrë me metën pushtet. Kur janë të ari partisë, atëherë duhesh me ndigju strukturat partijake. Edhe duhesh, do me thonë, me avancu politikën e partisë. Për fat mirën e kom qenë gjithmonë ushtarak,
s'kom qenë kur i përzim në asnjë parti, do më thonë qeverinë edhe zgjedhjet e bëni ju qytetar, ta ana që jemi do të thotë ushtarak na i bëjmë urnat, na i zbatojmë urnat. Ka herë edhe ato që s'janë bashkë mira, po duhet me zbatu. Duhet me zbatu, po. Urdhni është urdhën, nuk ka aty, urdhën nuk diskutohet. Doki, për ndryshe jeni dhe themeluesi klinikës së anesteziologjisë në Prishtinë. Po tash duhet mas pari të tregoj se në kohën kur kom ardhur kem qenë një numër shumë i vogël i anesteziologëve. Shumica prej neve. Si student prej Zagrebit apo? Jo, unë jam student i fakultetit të mjekësisë në Prishtinë, jam krenar që e kom kryer në Prishtinë, kom shkuar në specializim, mirë po ka qenë një shans jetësore të marr parasysh që 86 kom pas probleme me zemër, kom pas miokardit edhe disa tjera dhe kështu që njëna prej opsioneve ka qenë nëse shkon ka keqja duhet më bë transplantimi i cili normalisht nuk ka ekzistuar 86-ën. Atëherë nuk ka. Kështu që kur kom qenë në Zagreb kom qenë i orientuar, të marr parasysh librin e kom pas pjesë tjetës, se unë lexoj një libër dhe 2 libra një javë, pavarësisht ka bëj. Tash më tepër pindigjoj se po voziti me kerra dhe po iBook-at po pështem janë. Edhe kom pas fatin që kom qenë në vendin e duhur, në kohën e duhur, domethënë 88-ën kur profesor Sokoliçi dhe timi i tij e kanë bërë transplantimin e parë në Zagreb, ka qenë i parë në Evropën lindore, na kem qenë sipas statutit spitali i 4-t kardiovaskular që ka bërë operacione, mirë po ja kem kalu edhe Beogradit, edhe Sremska Kamenicës, edhe Ljubljanës. Kom pas fatin me qenë atëre kom qenë specializant, domethënë unë kom bajt ujin, kom bajt kafet, po bëj agare. I kry këto punë të vogla, ata të mëdhejt i kam mësu. I bajt nej zemra aty këtu, nej mushkli, nej vesh. Po, qashtu, me të njofshëm. Po, ajo ka qenë e mirë se 92-ën faktikisht është një datë e rëndësishme në mjekësinë shqiptare, se shqiptarja e pare ka marrë zemrën prej Kroatit. Edhe ajo ka qenë gjallë deri para disa vite e kom pa herën e mram, nuk e di është, nuk më tregu emnin, se normal, emnat e pacientëve nuk tregohen. Nëse ja do më lajmëru, mundet më lajmëru, mirë po... është konfidenciale. Po. Është konfidenciale. Edhe mandej ardheti e themelimi i repartit në Prishtinë. Jo, kom marrë me 99-ën, kom qenë të marrë parasysh në ushtrinë kroate, kom qenë një ndër udhëheqësve shërbimeve emergjente, ku i kemi kriju ekipet mobile, ku ka qenë një anesteziolog, një kirurg ose 2 kirurgë dhe kanë qenë 3-4 ndihmësa, domethënë instrumentare, teknik të anestezionit, na kem qenë me njësit speciale të policisë. Se Kroacia është mbrojt vitin e parë ka qenë kryesisht në mbrojtje prej njësive policore, ato kanë qenë më të rëndësishmet. Si kanë dorëzuar armë, si gabimi që është bërë te na, ku i kemi dorëzuar 4-5.000 armë kur kemi dalë prej punës. Së është kritik, po është vështrim. Edhe mandej normalisht kom ardhur në Prishtinë, kom punu një 6 muaj, kom konkurru në difet, se në kom qenë, jem sedin në Amerikë, jem shtetas e Amerikës, i kom lejet e punës, e din që janë ekspert, kom qenë në Kuks 2 muaj në spital, me vendim se ka qenë ma e rëndësishme me forcu si qendër transporti, transferit të këtëne ushtarve që janë lëndu në Kosovë, se s'ka mujtë më mjeku në për spitalet, ata i kemi trajtu, ata që kemi mujtë trajtu në Kuks, duhet me ju falenderu popullsisë, duhet me ju falenderu personalit spitalit, cili ka qenë zemërgjër, na ka pranu, na ka ndihmu në çdo vetë. Mirë po, unë duke marrë parasysh që kom qenë efror i një dhe strukturat si duhesh me fol për me mujtë mu bo evakuimi, kështu që një numër të madhe cili është duhet mu bo me kero, bo faktikisht me helikoptera. Kur jam ardhur në Prishtinë, e kom pa që është e nevojshme, shka duhet me thonë, me ato fuqi që kem pas, që kanë qenë minimale, kem kriju, unë e kom qenë drejtori i parë. Deri atëherë nuk ka ekzistu heq? Jo, s'ka ekzistu as qendra emergjente, do me thonë se as si koncept e ka pas spitali i Ljubljanës, e ka pas këtë qendrën emergjente. Mirë po ne kom ngrit në nivelin botëror, jemi të partë në Iliri, jo në Ballkan, po në Iliri, edhe në këtë pjesë botës që ka pas klinikën anestezionit, e ka të mjekimit intenziv, foli pak më vonë ka diferenca në mes intenzivës, mjekimit edhe kujdesit, edhe menaxhimit dhimbtës. Do thotë jemi pioner. Edhe i kemi aplikuar të gjitha standardet botërore.
që koha është të tregu që tash e kem pas kongresin anesteziologjisë me 1 janar kryhen 25 vjet që është i punu klinika, i kemi kuadrat e reja të cilat janë shkollu, të cilat janë edhe më të mirë se ato të cilat janë kodru në procesin evropian, janë t'i dhënë provime të cilat s'ka nevojë më të avancuara. Si profesor dhe si njeri cili e ka kriju edhe ne më gjithë shokëve të mi që kanë qenë, do me thonë, e gjenerata e pare anesteziologëve, jemi krenar që në zonës tonë janë më të mirë se na. Po, jemi e kon shpreh. Fatkeqësia që profesionistët kanë fillu me ikë prej vendit. Po, është se... është fatkeqësi, po duheni të kuptoni se njeriu dëshiron që edhe ndihmoj, po dëshiron edhe me avancu. Nëse jo nuk i keni kushtet, nëse duhesh me pas për shembull dhe kemi tash krizën për nefrologji, për preparate të cilat është e paqartë, pse s'mundet se ky shtet është i pasur, diaspora t'i dhon pare, ekziston shteti, politicianët nuk mundën më marrë vesh qysh mi pagu, ata që janë smut, çdo kecim apo ndrimi i trajtimit, periudhës kur trajtohen është i rrezikshëm, edhe rrezikon jetën e tyre. Kështu që duhet. Po duhet. Duhet doki. Domethënë, po kthehemi pak te viti 1991. Po. Kur u bashkut në Kroaci, apo? Kom qenë vullnetar, kom qenë kujdestar në spital kur ka ndodhur parat me 15 gusht, duke ditur që mendimet e mia, duke ditur edhe që kom pas një konflikt me një profesor serb, i cili ka ardhur në sallën e operacionit edhe ka thonë që apo prit mi u dhon banane si atë në majmunave në Trepçes, kum reagu ashpër, jo fizikisht, intelektualisht, se intelektual jemi, qysh ka thonë Milošević, që mi ume më da se bijemo, do më thënë jemi të gatë shumë mëre, na për mëre shqiptarët e dim që me zorë nuk e bojna, po kemi edhe pak mend, se jemi të shkollu. Edhe prap këtë duhet ta shfrytëzoj rastin të i falenderoj mësuesit, profesorët edhe këtë tjerë cilë na kanë arsimu, na kanë eduku, na kanë ngulit patriotizmin edhe dashurin ndaj kësaj gjuhe hujnore që jemi të folun edhe jo, edhe gjithë këtu. Normalisht. E ai tha majmunat e Trepçes, a? Tha majmunat e Trepçes. U përgjigja i tregova që... Unë shtash u bona në Jo, unë kom qenë gati faktikisht me mu kthy, do me thonë, me ndërprej specializimin, në qenë mirë, po aty ka qenë komandanti i arshëm, do me thonë, general që ka qenë, i ka thonë mi pas 10, shtu si këta, asnjë sërb të s'na met. Kometën në spital, do me thonë, o ditën cilën anë jam, me 15 kur janë bot para, kur o bo mobilizimi, kush do me luftu, dorën e kem qru, edhe këtë mas asaj është histori. Po, këtë mas asaj është histori. Po, e kom pas nderin faktikisht me luftu me shumë nga heronjë tonë, disa janë të gjallë, tjertë jam t'ju po fotografit poshtë, jam t'ju po statuat në për krejtë Kosovën, fatkeqësisht mirë, po ata e kanë dhënë, ata se ideali të në ka qenë më i rëndësishëm se çdo gjë. Edhe jetën e kanë dhënë. Prandaj janë këtë ditë të festave të nëndorit, po. Po doki mas gjithë kësaj jete, mas gjithë këtij udhëtimit juaj për shembull. Po më intereson vazhdimi i shkumja në Amerikë në vitin 2001, e kthy më njëherë prapë në Amerikë, po. Po, jam kthy në Amerikë. Edhe tash gjithë jeta ndryshe atje, ndryshe këtu, përjetimet, gjanat, po Kosovën çysh jetua pa mas këtyre viteve. Viti 2026 po vjen gati. Kosova është më mirë se ka qenë politicianët gjithmonë e përdorin statistikën, më mirë se ka qenë 90-ën, 80-ën. Diskutohet. Mirë, po krahasimi bëhet ku kem mujt me qenë edhe ku jemi. Në atë bazat e temelet e shtetësisë nuk i kemi vënë në rregull në fillim, mos të folim për shëndetësi, është marrë mas 25 vjetë mos me pas sigurime shëndetësore. Është shumë mirë privatja me shtetënorën, mirë, po ajo kategoria e cila nuk ka me pas. Prandaj shteti duhet mi asiguru. Duhet mi asiguru edukimin, e dim që edhe edukimi nuk është në nivellet dhe arsimimi nuk është. Po na ikin që qëtash ish bilen ideale, kish marrë 1540, nëse i ti që është 1% i matë mirëve në Amerikë mundet me zgedhe në cilin kolegj shkon. A normalisht i ka me shku, se i ka me pas
200 oferta. Jo, i ka 200 oferta, i ka të pagu me shkollimin, banimin, edhe kurren 4 vjet i ofrohet me shku mi bo magistraturën, doktoraturën, kurren 20 vjet diko jashtë, nuk mundesh mu kthy, ti mundesh me ardh. Është një iniciativë e mirë e rektoratit që njerëz do me thonë të mençur që të japin do me thonë janë ligjërues në për institucionet botënore, të vinë këtu edhe faktikisht të mësojnë studentët tonë. Na i kemi talentin, i kemi vullnetin, mirë për nuk e kemi organizimin. Ajo është tragjedia. Definitivisht, tragedi. Tomar Pozhegu për na përshëndet, për thotë respekt doktorit shumë, falënderit shumë Tomar, edhe me iftar balej. Ju faleminderit. Faleminderit gjithëve. Doki, përndryshe ne kemi dëgjues e shikues që e ke ma vërtetove dhe vet kur më tha që na shikon në orën 3 mëngjesi prej definitivisht. Apo mujm pak me ta ofru normalisht po sa që është kafën. Veç ai aparati me zhurmë, aparat po gëzoj pe grus. Gruaja komandanti suprem i gjitha forcave, po edhe forcave. Doki bash po më intereson po jeta ju në SBA pakës. Jeta në SBA posaçërisht për neve që jemi profesionalisht është i blen 2 par tesha, njënat janë bijamat, tjerat janë teshat e punës. Këto në punë kthehesh në punë, po del të marr parasysh për mua nuk ka vështirë se më gjakovar, na mësoj pas bijamat për vinë më sa herë. Ne vetëm popull që thojmë dojmë mu desh në bijama, jo mu vesh. Jo, se ne kena përfundin. Mu desh në bijama. Edhe kur vjen mysafiri veshëm bijama, që mini veten më në shpe. Kështu që jemi përgatitëm, po mirë. Po është edhe ajo që pjesa tjetër shtunave, vikendeve, po du të mja kushtu mbesës ti me besës, besa zona në vërtet i ka të 2 emnat, edhe po është vështirë se në këshim ardhë ma shumë, ma gjatë verës, mirë po du të mi bo planet kur mundet edhe fëmija, se gjithë neve du të... Mu koordinu të gjithë. Po, se gjithmonë po dojmë mi marrë në Kosovë, se këtë gjuhë hujnore nuk mundën mi harvu. Do më thonë, a është nëjë plan Doki mu këthy nëjëherë për gjithmonë këtu edhe me vazhdu drejt për drejt kontributin për këtu, për neve? Unë e gjithmonë e kon shprej gatishmërinë shumë herë kolegëve të mi se kom qenë, si tash edhe themeluese në emergjencë, gjenerata e parë e emergjencës dikon një 20-30 mjekët e parë kanë qenë edhe nxënësa të mirë se kom qenë profesor në fakultetin e mjekësisë. Normalisht i kështë pas dëshirë, mirë po unë jam 67 vjeç edhe me ligjet e Kosovës faktikisht edhe pse është shumë herë kom marrë dhe kom papagese krejt edhe në për krejt kongreset e këto sene që kom marrë do të thot me harxhimet mia, po kur ka nevoj na fik që të dojnë materialisht na fik si duhet me ndru jetën se duhesh me marrë me probleme, mirë po që si tash parës nëse të thirin darsëm gjithmonë vjen. Po normal. Varet kushtir, normal, po nëse mundesh me kontribut definitivisht, si se cili prej neve. Doki, e dim shumë mirë që edhe Indjeri, profesori Agja juj, ka qenë njëri prej doktorëve më të mirë, doktor Riza Binishi, dhe ai ka shërby në zonën e Llapit. A keni pas raporten me zeti, a ka qenë një frymëzim për ty? Normalisht ka qenë frymëzim me shku në mjekësi, edhe baba ka bëllë presion, na jemi plot antarë, do me thonë familjes, të halave, të Agjës, që hektori këtë familja ti, nëne ka hala shpend pulja, është anesteziologisione, bërbuqe, shurda, gjithë kem kontribuat sa kem mujt, shpendi ka qenë si anesteziolog, ka qenë në zonat e luftës, derisa sa është largu në Amerikë. Prap, po e cekin atë gjithë jemi gati me minimu vendit, gjithmonë kem pas. Po do më thonë frymëzimi edhe ka qenë edhe prej Indjerit. Po prej Agjës, unë kom kërku me shku në zonën operative të Llapit, mirë po kemi kry do punën në Amerikë, në organizimin, mbledhjen e ndihmave, se fondeve, se njerëz ka pas njerëz këtu që kanë qenë kolegët e mirë, si Indjeri Shpëtim Roba, i cili edhe ka vu
lufta, po ne ka hup jetën, po edhe plot tjerëve. Kështu që nuk është secili e kemi vendin ton me cili mundëm me ndihmu kur dojmë. Definitivisht roli i Hoxhës është i njoftun, edhe kur ka mujt më tërhek ka Maqedonia, edhe pse ka pas familjen shpejt te vllau im në Amerikë. Unë kam qenë normalisht në Shqipni, në Kuks, si tash në spitalin e Kuksit. Po. Kem pas këtë komunikim satelitor. Ka pas mundësi edhe për tërheqje dhe nuk ka pranuar. Jo, definitivisht. Nuk ka pranuar. Nuk duhet më harru që tash duhet mi përmend edhe doktorët këtu të cilë kanë ndihmu gjatë helmive viteve 90, doktor Gzim Lipoveci e të tjerë që kanë bërë në emergjencë, kanë kontribuar gjithashtu edhe me pjesën e grevave, terminatorëve, krejt tjerë. Qatë shumë ka heroj që faktikisht me bo mjanis me shkru del libri i gjatë atëre me prapë harron dikon. Po, edhe dalë autor, jo, po edhe del autor si po 40 libra, 50 libra i bon. Po voluminës. Doki, po më intereson kontaktet me kolegët e batalionit Atlantiku, a i runi, atakonin? Po, mledhen Bronxi, unë japë mësim në universitet, do më thonë Universitetin e New Yorkit, mirë po jam në atë Universitetin e Bronxit ku ka një numër i madh i shqiptarëve. Nuk e dija e dini që diku një 65.000 shqiptarë kanë leje të njoftimit. Vetëm në komunën e Bronxit jemi fuqi politike, e kemi edhe fuqin politike aty që tash kur ka qenë lojnat këto me Kosovën edhe Shqipnin, cilat janë për fat keq mirë që kemi 2 ekipe, po jemi një. Normal, e kemi një kombëtare një përfaqësuese. Po, një kombëtare një përfaqësuese, shumë mirë thonë. Në rrugë kam pas. Po. Edhe janë çudit njerëz tek omshel komunikacione e krejt, ka qenë policia ty e morës, qatë shumë e kanë këshirë si në për këto vendet e kulturume. Si me lujt Amerika. Si me lujt Amerika. Edhe besoj që edhe kombëtarja, do me thonë edhe përfaqësuesja, edhe kombëtarja shkojnë atje se amerikanët kanë interes financiar. Edhe vinë, sigurisht inshallah vinë në New York, na qesim pak punë si duhet me harxhime për cjell. Jo, është harxhimet për me ble biletat, se jo për musafirsemis. Jeni gjithmonë mirë se ardhën, na i kemi dyrë të qelin, kur i kemi qel gjatë luftës, si shqiptari qelim edhe tash. Shqyqër zotit materialisht gjithë shqiptarët janë se jenë punëtor, i punon 1-2 punë vete që shosht jeta, tregova. Kretë kohën punojnë 2 punë, 3 punë, shtunë e dile, sa të mund është. Edhe prapë se qetë, që thonë prapë se qetë. Prapë s'pi qetë. Po, jo. Po se rritën apetitet, mandej. Doki, po më intereson, e di që janë të na përcjell shumë njerëz, janë të na përcjell të reja njerëz që kanë dëshirë me shku rrugës mjekësisë. Bashkë po kam qef me ditë, çfarë këshilla kishit me jap të rive të cilët janë hala në dilemë, janë hala të mendu, a me shku në mjekësi, a me shku në mjekësi, që dëshojnë bëjnë mjekë. S'ka dilemë, besoni që kënaqësia më e madhe në jetë është kur ja shpëtoni dikujt në jetën. Jeta nuk shpëtohet, unë prapë po folja në kom punu në emergjencë dhe në anestezion, do me thonë kem pas raste ku faktikisht mundesh me matë se njeri ka qenë veç i vdekur ose gjysë i vdekur, e kem kthy me kolekton operatorët të specializimeve të ndryshme, kam punu, mirë po është një ndjenë e pa përshkrueshme kur e din që qatë ditë e ki pështu jetën e dikujne. Euforia është e paspjegueshme. Pra po thonë, kom qenë në luftë, kom qenë në betejat mëdhaja, e kom pasat fluksin e adrenalinës, mirë po ai nuk është i njëjtë si kur tje. Një avditje që shtojnë në qilë. Po, do më thonë, ajo është një ndjenë e mrendshme e cila është humanitare që nuk ka dilema më aty. Faktikisht aty e mrin piramidën e Maltusit ku e shpjegon atë 1% e popullsisë kur diçka ke arrit. Po veç doki disa një numër i konsiderueshëm i mjekëve pas përfundimit të shkollimit, pas përfundimit të specializimit, po harrojnë pakës këtë. Që të pyetje ma kam bënë televizion në 2000-ën, kolega ju i radio televizionit Prishtinës. Po. Do të thotë edhe më ka pyet
po disa janë të marrë rushvet, se rushveti është problem gjithmonë i shëndetësisë, si kom thonë. Ta mund nashta çat ndjenin e humanizmit. Që tash po ju tregoj, përgjigjen time ndaj, kom thonë, disa prej neve kem thonë betimin e Hipokratit, e disa e kanë thonë Hipokritit. Ta tesmojmë janë ndryshuar. Ku ka qenë dallimi të profesorët nashta, ata e kanë ndruar fletën. Po da, e kanë ndruar fletën. Tu dosh më jap Hipokratit, ja kanë jap Hipokritit. Hipokritit e kanë. Shkon ai doktor Masnej. Po, e mira gjatë jetës që e kom mësu edhe që e përdori, e keni pa që jam aktivizu që 2 vete funit edhe në Facebook, gruaja po më thotë më shkruaj burri jam se je veç të krijuan miq, po përdon po krija edhe më shumë miq, është që duhet me lavdu, se ka qatë senet mira, prandaj edhe shiqoj emisionin e ju edhe të hektorit edhe këtëne, se ju i paraqitni ata të cilët janë të bëjnë mirë. Nëse i paraqesim mirë gjithëve, duhet me pa mirë, nuk bën me pa zi. Edhe me qenë pozitiv. Se gjithmonë ka bota është bardhë zi. Dita natën kur mendon thu ku inshallah del mëngjezi, po kur del mëngjezi del dielli, edhe vet e pin kafën e mëngjezit. Ju jetë të pisë pa parë, është se Gjakobari jam. Po patjetër që u përgjegje edhe unë besoj që janë të na dëgjuar edhe shumë mjek, edhe besoj që edhe ata të cilët e kanë ngatruar betimin të reflektojnë pak me veten, edhe të kthehen edhe një herë tek betimi, edhe ta bëjnë betimin siç duhet. Jo ashtu, jo për shembull me të thonë mjeku shko bëni një analizë e cila kushton 170 euro, 200, 300, 500. Por mu ndash bën, ndash mëse bën, po unë e kisha bo, e mësë më të kallzu pse duhesh mi bo. Ja, që ju tregoj një rast, kur ke marrë dhe kur është kriju departamenti i mjekimit intenziv, që është mjekimi intenziv e bo doktori. Është një miskoncepcion i kolegëve të mi në ndikimin normalisht edhe të vllazërve ta nga jugu, cilët e kanë bërë për shembull anesteziologu është shkencëtari i cili mirret me anestezion. Anestezisti o njeriu i cili e kryen anestezionin. Nuk janë dy gjëra krejt different. Mjekimi intenziv e bën mjeku. Kujdesi intenziv e bën motra dhe teknik, domethënë kujdesi dhe mjekimi dallojnë. Mjekimi duhesh me dhon është proces. Edhe duhesh me dhon barna. Kur kem fillu vdekshmëria, kjo është me statistika cilit i ka prezentu në Kongresin e Australisë, indjeri Dr. Ilir Begolli, ka qenë vdekshmëria në respirator 100% me ardhen time, me paret, do me thonë, investimet që i ka bërë Difidi, edhe me organizimin e punës e motrat i ke marrë pas një ankete, do me thonë, pas një testimi, këtë kanë qenë 3 për intenzive, edhe janë stërvitë në ato që duhet me ndigju. Ka ra vdekshmëria prej 100% në 3 minuta. Për 100% në 3 minuta? Më falë, në 3%. 3%, po. Se e përziva me minuta, se pëshot që shumë folja. Jo, nuk e folë shumë heq, na jemi shumë mirë, jemi shumë në kohë, na me dorë folim dhe nesër. Jo. Zbanë musafirim, ati që shtojnë 3 ditë musafiri bollë. Doki, une definitivisht po ndjena shumë mirë që të pata, e jemi bashkë, edhe jam shumë i lumtur që di që diku në botë, edhe pse larg nesh, ekziston një njeri si ju, edhe e di që gjithmonë e kena mundësin me komuniku bashk, me marrë këshilla, me kërku këshilla, s'besoj që ju shkojmë nerva në herë nëse ju vesim për një këshill. Jo, definitivisht jo. Unë veç kërkojnë ndjes nëse se na për malon, kur po vime në Kosovë, spilojmë kërkojmë e folë. Jo, absolutisht, jemi shumë mirë, jemi shumë në rregull. Kështu që Doki, të falenderoj shumë që ke. Faleminderit edhe juve dhe stafit edhe të vësyrit definitivisht. Shumë shëndet edhe familjen edhe krejt mirat ashtu qysh e meriton. Mirëmëngjes Kate Best. Mirëmëngjesi. Musika. Ama mirë këtu, a atje.